A është e mundur që disa të vërteta të mos na tregohen kurrë? Çdo vit, agjencitë hapësinore publikojnë mijëra fotografi nga universi, pamje mahnitëse galaktikash, planetësh dhe mjegullnajash. Por, a publikohen të gjitha? Ka teori që pretendojnë se disa imazhe janë redaktuar, disa objekte janë mjegulluar, disa zona janë mbuluar me artefakte digjitale. Pse? Në vitet e fundit janë bërë publike dokumente të klasifikuara për fenomena ajrore të pa identifikuara, raporte që më parë konsideroheshin konspiracion. Sot ato pranohen si objekte të pashpjeguara. Por çfarë do të thotë kjo realisht? A janë thjesht teknologji sekrete? A janë gabime radarësh? Apo diçka tjetër? Universi përmban mbi 100 miliard galaktika, secila me miliarda yje. Shumë prej tyre kanë planete. Statistikisht, është e vështirë të besohet se jemi të vetmit. Shkencëtarë nga e gjithë bota kërkojnë sinjale radio nga hapësira. Projekte që synojnë të zbulojnë inteligjencë jashtëtoksore. Por, deri tani, heshtje. Ose të paktën kështu thuhet. Disa ish punonjës të agjencive hapësinore kanë pretenduar se ekzistojnë informacione që publiku nuk i ka parë. Pretendime, jo prova të konfirmuara. Kjo është e rëndësishme, sepse në botën e internetit, teoria dhe realiteti shpesh përzihen. Por pyetja mbetet, nëse një ditë zbulohet se nuk jemi vetëm, a do të na tregojnë me njëherë? A do të ishte bota gati për atë lajm? Religioni, shkenca, politika, gjithçka do të tronditej. Ndoshta e vërteta është më e thjeshtë, ndoshta nuk ka asgjë për të fshehur, ose ndoshta universi është ende shumë i madh për ta kuptuar plotësisht. Deri atëherë, ne vazhdojmë të kërkojmë, të pyesim, të dyshojmë, sepse kurreshtja është forca më e madhe e njerëzimit, edhe ndoshta një sinjal, një provë, një zbulim, mund të ndryshojë gjithçka.